ka të tillë operator që synojnë përfitimin maksimal. Me lejoni ta ritheksoj se vendimi për përcaktimin e marzhës së fitimit në derivate ka funksionu. Do thotë ne kemi përcjell tregun dhe ka pasur keqkuptim në atë se cili është çmimi. Domethënë ne nuk kemi vendosur çmim tavan, kemi vendosur marzhë të fitimit. Dhe ajo marzhë e fitimit është lidhur me çmimin e importit. Rrjedhimisht nëse në një ditë ka qenë çmimi në dogan pas akcizës dhe të TVSH-s me €1.60, marzha ka mund të shkojë deri në €1.74. Dhe gjitha interpretimet për mos respektim të marzhës së fitimit janë bërë bazuar në një deklaratë time, në një postim timin në marzhën e asaj dite, gjithsesi në çmimin maksimal të asaj dite. Po kjo ka qenë mësim edhe për ne që në situatat e tilla duhet të bëhet njoftimi për marzhën e secilës ditë. Tani ne kemi përcjell në baza ditore sa operator kanë përdorur marzhën maksimale, do të thotë në 14 cent, 2 cent me shumicë dhe 12 cent me pakicë, sa prej operatorëve kryesor që importojnë derivate në Kosovë kanë përdorur 14 centin. Dhe rezultati ka dalë që vetëm 1 ose 2 operator kanë shkuar në çmimin maksimal. Do të thotë shumica e operatorëve kanë përdor pjesën në mes prej 2 deri në 12 ose më saktësisht në shumicë prej 2 deri në 8 cent. Do të thotë nuk e kanë përdor çmimin maksimal. Ka pasur 4 raste të shkeljes së këtij vendimi dhe ato janë në procedurë. Të katërtat në fakt kanë qenë me gjobat fillestare dhe me përcjelljen pastaj të inspektoriatit në rast të shkeljeve të përsëritura. Për arsye se nëse situata përsëritet me shkelje të këtij vendimi, atëherë tërhiqet licenca për tregtimin me derivate. Tani te ligji për çmimet tavan apo për vendosjen e çmimeve në produkte themelore në masa në raste të veçanta të destabilizimit në treg janë parapar 2 masa të drejtë për drejta. Është marzha e fitimit, kjo e njëjta si me derivatet, por gjithashtu është edhe çmimi tavan. Në këtë rast mund të përcaktojmë sakt që për një listë të produkteve të miratuara nga bordi për mbikëqyrjen e çmimeve, do të ketë çmime mbi të cilat nuk guxon të tregtohet. Dhe në situatat e tilla, atëherë do të ketë një mbikëqyrje dhe sanksionim më të rrept. Dhe kjo do të përcjellet gjithashtu edhe me fushat informuese, edhe për konsumatorët, por edhe për operatorët. Ideja nuk është që të krijojmë panik ose humbje të produkteve në treg, ideja është që të ruhet interesi i qytetarëve se në secilën krizë ka të tillë që synojnë përfitimin. Kemi pas situata të njëpasnjëshme fatkeqësisht të krizave tashmë në 6 vitet e fundit, prej pandemisë, luftës në Ukrainë, situatave të inflacionit i cili ka pasur domino efektin në produkte të njëpasnjë, edhe tash kjo e fundit me derivatet dhe me krizën në lindjen e mesme, dhe jemi tashmë të mirë, do të thënë gjithë të bindur se në këto situata përkundrejt masave dhe përkundrejt informimit të vazhdueshëm ka të tillë operator që synojnë përfitimin maksimal. Dhe ne do të mundohemi që të parandalojmë situatën kur dikush mundohet të fitojë në kurrez të atyre që nuk në fakt lëndohen të parët në situatën e rritjes së çmimeve.